që propozuar për kandidat për president, duke thënë që një herë e mohut kategorikisht do të jeni. Po vetëvendosja tokë të ban. Ishte propozimi vetëvendosjes. Edhe ta shecim përpara. Do ta bëj edhe më së miri, versioni më i mirë është që edhe opozita ta bëj propozimin edhe. Mendoj që pyetja që po mungon këto 2-3 ditë, bilema se nuk po bojnë gazetarët që unë po bëj këtë pyetje. Partitë politike PDK-ja dhe LDK-ja më përmendën se do të përcaktohen nëse nuk e votojnë Glaukonjuk se në kënd do ta votonin. Për besë nëse e propozojnë ndaj emër në shtada unë e votoj. Atë tjetër në mend të meje. Po kërkush nuk po propozon. As PDK-ja, as LDK-ja. Jam shumë kurreshtar me ditë kush është ai që ata do ta votonin nëse nuk jam unë. Edhe vetëvendosja do ta voton. Për mos më shkon zgjedhje. Po do të më nxjerr një emër ata, për më na tregu kush është ai nëse nuk bëni vetëvendosje. Sepse jam i bindur që nuk do të mund ta propozojnë një person neutral apo një. Nuk se si parti mundeni me propozuar dhe ju edhe një emër. I kanë edhe 33 nënshkrime, pse nuk e bëni? Nuk e bëjmë. Gjithë janë propozuar formal nga partitë. Nuk e bëjmë sepse duhet ta propozojë opozita. Nëse opozita nuk propozon një emër, a do të propozon një emër? Atëherë do të shohim dhe të vazhdojmë sipas procedurave. Po pse kemi lënë është që opozita ta propozojnë një, ne tonin dhe pastaj të vazhdojmë. Nuk e tentu me mbledh deputet, pra me siguru votat e tyre që me votu nga opozita për të fjalë dhe çka nëse LDK po supozojmë e kandidon Vjosa Osmanin, a do të tërhiqen e ju? Po nga 2 herë ka taku kryeministri Kurti, lider të partive opozitare. Natyrisht ja ka kërkuar mbështetjen. Nëse nuk e kemi mbështetjen, ata duhet dalin me emrat e tyre. Unë nuk e përjashtoj, ka shumë njerëz më të mirë se unë. Ka shumë njerëz më të përgatitur se unë. Është Vjosa Osmani një. Le ta propozojnë ata njërin, po le ta propozojnë. Po pra, Vjosa Osmani, nëse këndo që dëshirojnë. Edhe unë vetë kom e votu. Po ata nuk po dojnë me propozu. Dhe unë konsideroj që nëse nuk e propozojnë, nëse opozita nuk e thot asnjë emër, qoftë edhe një neutral në të gjendje. Atëherë kjo është përcaktim i qartë për me shku zgjedhje. Atëherë hiqeni nga gara. Jo nga ona jo. Atëherë hiqeni nga gara. Edhe nuk konsumon 3 runde sonte. Ja thash gjërat kryesore. Çka ndodh? Ajo është e sigurt.